Në kuadër të 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, krerët e politikës shqiptare kanë përcjell mesazhe urimi, duke theksuar rolin e tyre në familje dhe në shoqëri. Presidenti Bajram Begaj ka uruar përmes rrjeteve sociale të gjitha gratë shqiptare duke vlerësuar forcën, sakrificën dhe dashurinë e tyre. Kreu i shtetit shprehu respekt dhe mirënjohje për çdo nën, motor dhe bij që sipas tij e bën Shqipërinë më të mirë çdo ditë dhe mbajnë gjallë shpirtin e familjes e të kombit. Edhe kryeministri Edi Rama reagoi në rrjetet sociale për këtë ditë, duke falendëruar gratë dhe nënat për gjithçka që bëjnë. Në mesazhin e tij, Rama uroi që pjesëmarrja e grave në jetën shoqërore dhe publike të rritet, madje dhe angazhimi i tyre të forcohet edhe më tej, në mënyrë që kontributi i tyre për vendin të jetë gjithnjë e më i madh. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, gjatë një takimi me gra dhe vajza me rastin e 8 marsit, u shpreh se kjo është vetëm një nga ditët e vitit kur gratë nderohen, ndërsa sipas tij ato meritojnë vlerësim çdo ditë. Ju uroj gëzuar këtë ditë, duhet të shpreh një mirënjohje të pakufishme ndaj jush, ndaj të gjitha grave dhe motrave, vajzave, demokrate, të cilat me ndihmesen, me guximin, me qëndresën e tyre janë fibra kryesore e opozicës shqiptare dhe e Partisë Demokratike. Kontributi i juaj, kontributi i gruas shqiptare është i shumë fisht krahasuar me kontributin e burrave, djemve, dhe ky është një realitet sot. Berisha theksoi se kontributi i grave në shoqëri është i shumëfisht, pasi përballen njëkohësisht me angazhime profesionale dhe përgjegjësi familjare.